Nxënësit e shkollave të qytetit i kanë dhënë ngjyra dhe gjallëri festave të fundvitit, përmes aktiviteteve festive dhe programeve artistike me këngë e kërcime. Ne jemi ndalur në klasën e 3 të shkollës Pandelicale, ku fëmijët përmes interpretimit dhe fjalëve të tyre kanë përcjell gëzimin e këtyre ditëve dhe kanë uruar festat për bashkëmoshatarët e tyre. Ne jemi klasa e 3A dhe sot kemi përgatitur një program festiv ku atje ka kërcime, vjesha dhe këngë. Çfarë ju uron të gjithë fëmijëve? Unë të gjithë fëmijëve anë mban botës ju uroj të gëzuar festat e fundvitit. Ne të festa sonte do këndojmë, do kërcejmë dhe do bëjmë dramatizime të ndryshme. Ju uroj të gjithë fëmijëve mbar botës gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Ne sot kemi përgatitur vjersha, këngë, kërcime dhe shumë gjëra të tjera. Dhe të gjithë fëmijëve anë mban botën gëzuar festat. Unë jam baba gjyshi i vitit të ri. Ju uroj fëmijëve gëzuar vitin e ri dhe unë fëmijëve ju kanë sjellë dhurata. Do të bëjmë një dramatizim, do këndojmë dhe do shkëmbejmë dhurata dhe kaqe dhe ju uroj gjithëve fëmijëve anë mban botës gëzuar festat e vitit të ri. Ne kemi përgatitur që do shkëmbejmë dhurata, do kërcejmë, do recitojmë vjersha dhe dramatizime të ndryshme. Uroj të gjithë fëmijëve të botës gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Atmosfera festive është ndjerë edhe në shkollën Stavri Themeli, ku nxënësit e klasës së parë janë argëtuar në praninë e babagjyshit të vitit të ri, duke shkëmbyer dhurata mes njëri tjetrit dhe duke përjetuar emocionet e para të festave. Aktivitetet e organizuara kanë sjellë buzëqeshje dhe emocione pozitive, duke kthyer shkollën në një hapësirë feste dhe urimi në prag të ndërimit të viteve.